moment me hesht 4 vjetë, tani mas 4 vjetë me ndonë proteste dhe me ka? Po krejt kanë hesht, edhe Kurti ka hesht, edhe LDK-ja ka qenë jo pasive, nuk kanë hesht. ka qenë kundër. Ja. Kanë qenë në palë me gjykaton. Po, e vërtet. E vërtet. E tash me qenë palë o sën tjetër. Ky ndryshim, kur e ka themelu qeverin, i duhen numra ndoshta vetëm për president. LDK-ja ka qenë e përmbajtur, ka dal me deklarat që nuk jemi kundër rezolutës, po kërkoj mu përfshirë një aneks rreth viktimave civile, edhe votimi i Lëvizjes Guxo brenda vetëvendosjes, edhe dalja Vjosa Osmanit për mujën tregues të mirë, edhe mendoj që të paktën në imazhin politik dhe publik është mirë një solidarizim politik dhe popullor ka shi një kauze dur në një moment shumë kritik historik për vend. Rreshtimi njerëzve jo dur, në kauzën e dur i bon dom kauzës. Se na qytetash, dërsh nuk e di çfarë përftyrimi për politikën ka asdreni. Po për mu politika nuk faktën në leximin tem nuk lexohet si diçka negative. Që kemi mësuar na për praktikave që i kemi të përditshme këtë Kosovë. Megjithatë, unë besoj te politika si koncept, si mundësi, si art. Çështja që shumë politikan që janë shqetësuar dje kanë dëshmuar ndryshe në proces të Hagos si dëshmitar. E ku t'i shihni ato keni me paqe, ata njerëz tu s'kanë vend. Se në teatr të shqetësuam, mbrapa shmin, thik mas shmine. E kjo është gabim i madh. E këta politikan tjerë, ose këta që janë të shqetësuar për një me një pakic, këta i din këto punë, po këta s'po bëjnë në zonë, që i bjene këta se kanë seriozisht deri në fund. Prandaj ata djema atje që i kemi në Hag, janë mëshirën e fatit, edhe e vetmja mas, e vetmja kategori shoqënore, që e ka të sinqert raport me ta, janë qytetarë të thjeshtë. Çifti jem të del dje, çifti shumicës aty që kanë 120.000 vjet. Këta tjerë pazar politik. Vullnet, po Azra. Pazar politik, mirë po. Pavarësisht asaj që mund të pajtohem, sepse di që shumë prej tyre këtë historinë e kanë me urrëtie ndaj UÇK-s, të përfshijë edhe sot ministrin e drejtësisë. S'ka dilemë. Nga tjeta. Edhe kem deklaruar, mirë po pjesëmarrja e presidentës nuk është një sinjal edhe i për të anashkaluar, dhe më thonë në imazhin ndërkombëtar të kësaj proteste dhe të organizme, sepse mbi të gjitha është president e vendit. Dhe kjo është treguese të gjitha institucionet shtetënore janë në mbështetje dhe në bindje momentale që kërkojnë drejtësi nga kjo gjykatë dhe jo politike. Sa protesta i kemi pas në kundër Hagës në Prishtinë, që kjo e 4 është. Në sa ke pa veç të folje sa Osmanin, për atë punë, me asë njën e asë gojën se ka qenë. Po ta shpidun do numra në kuvend, mu katapultu e njërë presidente, e me parë në zotërin e parë, prindon Sadrin, filan e mënit Kosovë, ose kështu me ratë, këto sende mos i hani, është mirë, një gra punës nuk e përjashtën kjo nuk e përjashtën ata që ka po thutis, edhe në pajtona, që mund të ketë edhe prapavi që të marë pëlqimin edhe të deputetëve të PDK-s edhe AK-s që percepton si kraj luftës. Po pra pjesëmarrja është e rëndësishme. Vullnet, pra më shumë pas ka qenë mesazh për Hagën apo për institucionet ky marsh? Po që Azreni e tha për Hagën, nëse besoj që Haga e merr parasysh. Po valla se merr hiç pa të keq. Tu e pas parasysh edhe një faqasje që se ka pas hiç mitësore, as me popullin, as me kështu Kosovën. Haga, që nuk besoj, kjo ma shumë flet, ma shumë për neve, edhe ma shumë një hek dilemen të disave njerëzve në Kosovë që kanë pas nëse Kosovarët e kanë ndryshu mendimin për UÇK-s, pa të kriju një përshtypje sikurse po ndryshon, nuk besoj kur që as një lloj dënimi, as kur që nuk ndryshu narrativin e UÇK-s në Kosovë, na e dina historinë. Po, mu do interesant dje, e kom qysh disa herë një video, të Klani e kanë, momenti kur i fol djali i thaqit e ndriti presidentes. Është një moment, keni një mënyra që ka fol, të gjithë folim shumë mirë, mënyra që ka falen e ndriti si të mos, ke me një farëndoj e njërimi shumë që vrejke që nuk është edhe shumë i knaqën që po merë pjesë atë presidentja. Që për mu ke një detaj interesant e kum po, disa herë e kum përcjell, por nuk e di se pas na vrejt vullnet nëse ka bo, pas ka bo mirë ndriti. Po, ka vrejt disa herë, ka me aqë dhe ma vonë nëse s'mujtë me prej, po ke fantazi mënyra që shifol, e qështë është dhe pak Artianës. Po ka zonë shumë, sepse ke në politikanë të PDK-s, ke në të tjerë Ali Ahmeti, të gjithë përën shumir, vetëm të ndriti ke mënyra që shifoni shumë interesant. Pra ju po besoni që Vullnet që është duke u përdorur dhe për kapital
politik. Jo, po qëre. Kjo protest. Ndriti... Jo vetëm në këtë rast, po në përgjithësi, sepse ndriti besoj e përjeton më emocionalisht se sa partit politike. Po sepse e ka në familje dhe normalisht që ai nuk mundet me busqesh sepse ai nuk e ka pa dikën që